Ushtre izraelite kanë ndërmarrë një valë të re sulme ajrore në territorin e Libanit, në atë që shënon një tjetër përshkallëzim të tensioneve mes Izraelit dhe grupit militant të Hezbollahut. Zhvillimi vjen pasi kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu paralajmëroi intensifikimin e operacioneve ushtarake kundër organizatës së mbështetur nga Irani. Sipas deklaratës së ushtrisë izraelite, bombardimet kanë goditur pozicione dhe infrastruktura të Hezbollahut në Beka, si dhe në disa zona të tjera në jug dhe lindje të Libanit. Autoritetet izraelite pretendojnë se objektivat e sulmuara përdoreshin për magazinimin e armëve dhe koordinimin e sulmeve ndaj territorit izraelit. Nga ana tjetër, Hezbollah deklaroi se u përgjigj ofensivës me 22 sulme me raketa dhe dron kundër objektivave ushtarake izraelite pranë kufirit. Grupi militant tha se veprimet e tij ishin përgjigje ndaj agresionit izraelit dhe paralajmëroi se do të vazhdojë kundër sulmet nëse bombardimet do të vazhdojnë. Në një deklaratë publike, kryeministri Netanyahu u shpreh se Izraeli ndodhet në luftë me Hezbollahun dhe se ushtria ka ndërmarrë urdhër për të ndërmarrë goditje të fuqishme për të dobësuar ndjeshëm kapacitetet ushtarake të grupit. Ai theksoi se siguria e veriut të Izraelit mbetet prioritet kryesor për qeverinë izraelite. Këto përplasje po ndodhin pavarësisht marrëveshjes mes Izraelit dhe Libanit për zgjatjen e një armpushimi 45 ditor. Megjithatë, situata në kufirin jugor të Libanit ka mbetur e tensionuar me shkëmbime pothuajse të përditshme zjarri dhe sulme sporadike nga të dyja palët.